Allah i kërë ka kriju Ademin, melaçet kanë reagu jo nga kundërshtimi, po nga kurreshtja, nga afërsia me Zotin, nga dhënë o Zot, çka duhet Ademi, kur ai ka me bo gjuna, ka me bo fesat, që po shifët. Kur na melaçe zbojmë gjuna, historiku i insanit është shumë interesant. Rrëfimi i Ademit alayhi salatu wassalam është shumë interesant. Kur e ka krijuar Allahu xhelel xhelaluhu Ademin dhe ka përmend Allahu te bareke ve teala te melaçet janë çudit. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tha Allahu xhelel xhelaluhu në surën Al-Baqara, kur Zoti jot o Muhammed i tha melekve, unë po e kryoj një njeri, unë po e baj një khalife në tokë, një mëkambës në tokë, një njeri i cili do ta ketë tokën në dorë. Çka thanë melaçet? E te gjalu fia me yufsidu fia. O Allah, pse pe kryon një dikan i cili nëse zbret në tokë ban fesad, e derë gjakin, ban gjunaj. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, ndërsa na o Zot na ki neve melaçeve që na ty veç të madhnojna, të lavdrojna, të lartësojna, të bëjmë ibadet pa unal. Çka tha Allahu xhelel xhelalu? Tha unë e dija çka ju se dini. Unë e dija çka ju se dini. Edhe Allahu i testoi. Wa allama Adama al-asma'a kullaha. Zoti ja mësoi emrat krejt gjërave Ademit të tokës, edhe i tha melaçeve, a i dini këto emra? Than jo, subhaneke, la ilme lana, s'kena na ilm, posa çka na ke mësuar ti. Këtu fillon Ademi dhe historia Ademit. Por është interesant se historia Ademit, po vet Ademi është arsyetuar nga ana e Allahu xhelel xhelaluhu me istighfar. Allah i kur e ka kriju Ademin, melaçet kanë reagu jo nga kundërshtimi, po nga kurreshtja, nga afërsia me Zotin, nga dhënë o Zot, çka duhet Ademi, kur ai ka me bo gjuna, ka me bo fesat, që po shifët. Kur na melaçe zbojmë gjuna, pro ti i e Zot i cili meriton më adhuru, s'ka nevoj me bo dikush fesat. Zoti tha unë e di pse, edhe ja u kallzoi pse. E cila ishte pseja? Dhe cila ishte sepseja? Tha i dini emna, tha nuk i dim. Ti e ima, tha o Zot, veç atë çka na ke mësue. Pastaj Allahu xhelal çfarë ju tha? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allahu i tha bini sejdë Ademit masi si ditët. Përshëndet në me sejdë Ademin, krejt ran sejdë përveç Iblisit. Iblisi dul. Pastaj çka ndodhi? Tha Allahu xhelal ala, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-janna. Tha o Adem, merë gryën tane edhe rrini në xhennet. Hani çka doni, ragade, hani rahat, pa pun, pa u lodh, këtë juvet janë. Falat, wala taqraba hadhihi ash-shajara. Vesh një pemë keni ndalume, mos ju afroni asajna, sepse bani zullumçar. Çka ndodhi? Fa azallahuma ash-shaytanu. Shejtani kadal ishtini me hangër pemën. E ka provoku deri sa i ka bo bejnë Allah. Iblisi ka bo bejnë Allah. Ka thonë vallahi Allah i ta ka ndalu këtë pemë, që këti kur ta hash s'ki me dek kur. Sikur që i mashtrojnë sot njerëzit, thot hajde mas neve se ta garantojmë jetën e po, tërse të dhvejnë e gjeli. Pas tanit këtë garantojnë ata atje. Kush garanton? Fe zellehu me ishtini shejtani me hangër gjuna. Por këtu ishte sebepi. Çka ndodhi? Tha Allahu xhelel xhelalu, e hangër pemën. Ju tha Allahu xhelel ala, dilni pi xhenetit. Dilni. Ende melaçet s'me kuptojnë çka po ndodh o Zot. Pra melaçeve sikur ju ndodhi ajo çka e pritën. A tham që ka me bo gjuna, që e bani gjunajnë. Ti thave mos e preka je preki. Çka tha Allahu xhelel ala? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innehu huwa at-tawwabur rahim. Sekreti këtë birit e Ademit o shëto. Tha Allahu xhelel xhelalu, po Ademi hangër pemën ndalume. Po tha fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat.
Allahu dashti Ademit me jamësu dë fjalë se ja ka pas mësu kur kujna pi melaqeve. Melaqet të ndëruar xhamatli zbojnë gjuna. Zdin me bo gjuna. Kështu Zoti ka jaratiz dhe i ka krijuar. Zdin me bo gjuna. Andaj ata veç kanë madhrim. Veç madhrim e bojnë Allahu xhelel xhelalu. Apo kur e hangër pemën Ademi, tash ata po presin ku o sekreti Ademit. Allahu xhelel tha, këshirën e tash Ademi shka thot. Këshirën e tash ka i kumësu Ademit. Djetarë çfarë kanë thënë? Në fjalët e Ademit ishte arsjetimi i krijimit të tij. Pra pse e nxjerr Allahu Ademin këtë dunja? Për me dalë në emën i Zotit të mpa. Cili ishte emri Allahu xhelalu ala? At-Tawwab. Ai i cili masi të bëjsh gjunat pranon mu kthije. Ai i cili masi t'ja shkelësh urdhin ku të kthehesh prap pranon mu kthije. Ai i cili kur thush astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje prej Allahut dhe të më falë gjunat dhe kthenat e ai ta pranon pendimin. Tha Allahu xhelalu, ja pranova Ademit pendimin. Ja mësova do fjalë. Çfarë tha ai? Sura Al-A'raf, tha Allahu xhelalu xhelalu, wa qala rabbana. Ademi bashkë me gruën e vet thanë çështu. Rabbana zalamna anfusana. Than o Allah, o Zoti i Madh. Që kjo fjala që kanë thonë Ademi edhe Hava, që ja ka mësu Zoti, që kjo arsyeja pse kena dalë në dunja. E kjo e ka emrin istighfar. Po nuk bane istighfar, së në arsyeton ekzistencën tane këtë dunja. Po nuk bane, o Zot falëm. Ti pse lip? Çka lip këtu? Çka lip? Ka me la që Zoti me mia, ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një pllum në qiell. Vetë se një meleko aty. Janë sejdë, janë ruku, janë kam, i bani ibadet Allahu xhelel xhelal. Çka i duhesh ti tokës? I duhesh tokës me thanë astaghfirullah, astaghfirullah, kërkoj falje për Allahu xhelel xhelal. Çka than Ademi me Havën? Than o Allah, o Zoti jon, zalemna anfusana. Na i bam zullum vetvetes. Na e banëm gjunajnë dhe e shkelëm vetveten. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Than o Allah, nëse s'na fal, istighfar. O Allah, nëse s'na fal, edhe nuk na mbulon, edhe nuk na mëshiron, do të humbi, do të dështojna, do të kapitulojmë të gjithë. Kjo ishte arsyeja pse Allahu xhelala kishte prua Ademin këtë dunja. A e kuptove historikun? Pro na si njerëz që hajmë dhe pim, çka i duhemi kësaj toke? Ka mujt Allahi me mush me melaçe këta. Por çka e ka mush tokën me njerëzi? Për me baj istighfar. Andaj Allahu ka që pejgamber që bajnë istighfar. Thot Enes ibn Malik dhe Ebu Huraira, vallahi në mejlis me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mrena një nejës dvogël, ja kum një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 herë mrena një nejës thojke astaghfirullah wa atubu ilay, astaghfirullah wa atubu ilay. Pejgamberi Allahut më i miri pejgamberëve, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, 70 herë me një mejlisit ka thonë o Allah kërkoj faljen tane, o Allah kërkoj faljen tane. Në rrina me 4-5 orë, një herë nuk e nina o Allah falna. A çfarë fjalë përdorën ati? Çfarë fjalë? Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ulën disa njerëz me një mejlis, kudo që ulën, e pastaj nuk përmenet ati Allah i kur qohen, ata qohen që i qohet gomari. Allahu na rujt. Pra, ti nuk mundesh me arsjetue nejën tane, pijën tane, hajën tane, shpijën tane, komoditetin tane nëse s'thue o Allah falem. Andaj të ndëruar xhamatli kemi ardhur këtë dunja me kërku falje. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Tha Allahu xhelel xhelal në gjuhën e Hudit, Salihut, Nuhit, Shuaibit, krejt pejgamberëve ju kanë thënë popullit vet, istaghfiru rabbakum, kërkoni falje prej Zotit juve. Kërkoni falje prej Zotit juve dhe pendohuni te ai, kthehuni te ai. Inna rabbi, vërtet Zoti jam është Rahim, Wadud, Zoti fal shumë, o i dashur. Para mendoni njeri e ka kriju Zoti, ai ikpi Zotit. Allah e thirr hayya ala sala, wallahi kanë ardhur turprohemi kur na thirr doni shok. Turprohesh në sasi ki renët, po thuajt po dal se mos ta ngushtoj se e kam dost. Allahu na thirr 5 herë hayya ala sala, hajde këtu se po du me fol me tyje, ti i thu ja valla, s'po vijune. Istaghfiru rabbakum, kërkoni falje Zotit juve. Kjo është krejt rezumeja pse kena ardhur në dunja. Andaj thot Abdurrahman ibn Rajab al-Hanbali,
djetari madh I muslimanëve. Çfarë thot? Thot ka pas prej muslimanëve të parë, qatë shumë kanë bëj istighfar, sa që I ka një këtë jetën e vetë, sa ka bëj istighfar. Sa ka bëj istighfar? Ka transmetuar me emrat prej disa prej tëre, të cilët prej se kanë him mbylik, e deri ka mosha 50-60 I ka ma gjunat. Njani për tëre I ka ma gjunat e veta, edhe I ka ndalë 36 gjunat. 36 gjunat. Njani thot pineve, mduket edhe une që ti pari, pak ma pak, s'ka problem, po vazhdon ngjarja. 36 gjunat. Për çdo gjuna çka e ka bë, I ka lip Allahut istighfar 100.000 herë. Për çdo gjuna. E tash ti çish dush, bana hesapin. Për çdo gjuna çka e ka bë, 100.000 herë I ka thënë Allahut astaghfirullah, astaghfirullah. Për çdo gjuna çka e ka bë, I ka fal 2 rekate namaz. Apo dhe në ta ka lexu hatme. Apo ka bë hatme dhe ka ardhur transmetim ka 1.000 herë. Ka 1.000 rekate për çdo gjuna. Edhe në fund I kanë thënë, ti sigurisht ta fal Allahi mo. Ka thënë ja vallahi, unë nuk jam I sigurt nga goditja e Zotit, se ran mi bë Allahi gjuna, o shumë ran mi bë Allahu xhelal gjuna. Andaj shiko ata njerëz 100.000 herë. Ebu Hurajra radhiyallahu an e kishte marrë një litar, edhe e kishte bën nije 4.000 nije për ditë bante istighfar. Pse? Dhe kush është Ebu Hurajra? Dërsa Omar ibn Khattabi çfarë bante? Shkonte në xhami, edhe shkonte ku janë të lut fëmit. I kishte fëmit ku janë të lut, edhe I ndalte edhe I thonte thuni o Allah fale Omerin. Kur e pyet njerëz pse pi thu fëmijëve, thotë se këto s'kan gjuna, ndoshta Allahu ja fal. Dorsa na ku kanë kemi lut?